Aratisi Altin Dosit kanë nxjerrë edhe një herë dështimin e sigurisë në burgje dhe në ruajtjen e të burgosurve. U desh kjo ngjarje e rëndë që të vijë në lëvizje institucionet dhe të nisë transferimi të burgosurve me rrezikshmëri të lartë shoqërore në burgjet e sigurisë së lartë. Një operacion është zhvilluar duke u zbardhur dita e njëjtë dhe ka transferuar nga burgu i Durrësit 33 të burgosur për në drejtim të burgut të Fierit si dhe të burgut të Peqinit. Mes tyre janë edhe emra të njohur si Lulzim Berisha apo edhe vllai i deputetit të Partisë Socialiste Loer Kume. Të transferuarit në dy burgjet e sigurisë së lartë janë Agim Gjini, Lulzim Selimi, Alger Trapi, Enea Kume, Elvis Ndreca, Dimitër Nina, Endri Seiti, Aldi Zonja, Erind Lasku, Artur Hoxhosmani, Artion Çaushllari alias Gjika, Armando Ndreca, Armand Marvataj, Astrid Avdyli alias Balliu, Samuel Alfons Moreno Serrano, shtetas nga Venezuela, Branjo Liço ose ndryshe Ago, Orges Molla, Dorian Beu, Lulzim Berisha, Emirian Beu, Eugene Koka, Enkeli Kërtaldi, Jose Ramos Zakarias Rodriguez Vasquez, shtetas nga Venezuela, Skënder Sufaj, Gëzim Thartori, Ismail Zeneli, Gesi Sejfullau, Klajdi Merkaj, Ervin Zeqiri, Klevis Hoxhosmani, Morel Kërtalli, Maksim Doci, Sajmir Bilaçaj. I gjithë transferimi i 33 të burgosurve është kryer në masa të rrepta sigurie e gjatorëve të natës duke u zbardhur dita e njëjtë. Të gjithë të burgosurit në burgun e Durrësit kanë kaluar në sit dhe është verifikuar niveli i tyre i rrezikshmërisë. Nga këta kanë rezultuar 33 të burgosur, të cilët janë transferuar në burgun e Fierit dhe të Peqinit. Burgu i Durrësit nuk klasifikohet si institucion me siguri të lartë. Ai kategorizohet si institucion paraburgimi, ndaj drejtoria e përgjithshme e burgjeve e ka vlerësuar të arsyeshme pas ngjarjes së rëndë që personat me rrezikshmëri të shtuar të mos qëndrojnë më në këtë strukturë. Mësohet se këto masa kanë të bëjnë vetëm me transferimin e të dënuarve me rrezikshmëri të lartë dhe nuk përfshin zyrtar të arrestuar, të cilët ndodhen dhe vijojnë të qëndrojnë në burgun e Durrësit, siç është Erion Velia apo edhe ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj.